Pas humbjes tragjike të vëllait të tij, Eldion Kelmendi, jeta e Gjestit ka marrë një kthes të fortë që ka prekur jo vetëm atë personalisht, por edhe të gjithë ata që e ndjekin dhe e duan. Lajmi për ndarjen nga jeta të të riut u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, duke sjellë një tronditje të madhe në publik dhe tek ndjekësit e fituesit të Big Brother VIP Albania. Shumë figura të njohura të ekranit dhe botës së muzikës kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen Kelmendi, ndërsa ndjekësit kanë shprehur përkrahjen dhe dashurinë e tyre nëpërmjet mesazheve prekëse që kanë mbushur rrjetet sociale. Në këtë periudhë të vështirë, Jimbo, DJ i njohur dhe miku më i afërt i Gjestit, vendosi të flasë për herë të parë për gjendjen e tij. I ftuar në një intervistë nga Shpend Lipa, ai rrëfeu se humbja e Eldionit ka qenë një bam për të gjithë ata që e njihnin, një goditje e papritur që ka lënë boshllëk të madh. Sipas Gimbos, Gjesti është një person i fortë dhe me shpirt luftarak, por dhimbja për vëllain është diçka që nuk shërohet lehtë. Ai shtoi se pavarësisht gjithkaje, Gjestin e ka parë më të qetë ditët e fundit, duke u përpjekur të qëndrojë pranë familjes dhe të gjejë forcën për të vazhduar përpara. Gjesti ka qenë gjithmonë motivimi im, u shpreh Gimbo me emocion. Ne jemi dyshja që kemi besuar se mund të arrijmë më lart, pa varëngesave. Kjo tragjedi na ka bërë të kuptojmë se jeta është shumë e shkurtër dhe se duhet ta vlerësojmë çdo moment. Ai shtoi gjithashtu se marrëdhënia e tyre miqësore shkon përtej muzikës dhe famës, duke theksuar se Gjestin e njeh si një njeri me zemër të madhe, i cili përpiqet të mos e tregojë dhimbjen për të mos shqetësuar të tjerët. Nga ana tjetër, heshtja e Gjestit në rrjetet sociale ka bërë që shumë njerëz të shqetësohen për të. Megjithatë, sipas Gimbos, kjo është mënyra e tij për t'u përballur me humbjen. Ai nuk do të flasë derisa të ndihet gati, tha DJ-i. Momentalisht është mirë, por rri me familjen dhe po mundohet të gjej paqen e brendshme që i mungon. Fjalët e tij tregojnë një ndjenjë respekti për mënyrën se si Gjesti po përpiqet të përballojë një dhimbje kaq të madhe larg syve të publikut. Kjo është hera e parë që një person i afërt flet publikisht për gjendjen